partneriteti më shumë se koalicion nuk quhet. Gjithashtu një parti e re, le të themi. Pra, nëse do kishim sot një grup të rinj, të organizuar, një parti që mund të kishin qenë për herë të parë në zgjedhjet e fundit prezent, kishin një mbarvajtje të shëndetshme politike deri këtu, mos ishin po etaloni asaj çfarë askush nuk do të shohë dhe të dëgjojë më. Pra, njëri është i këtij, njëri është i atij, ky është i këtij. Dhe të gjithë vi dalin në dosje nga pas që o kanë vjerrin, o kanë vjerrën, o kanë punu, o s'kanë punu. Pra, kudo ka lidhje, këtë nuk duan më shqiptarët. Shqiptarët duan individ që nuk kanë asnjë lidhje dhe që po mund të jenë aty dhe ti japin shansin që pse jo mbasaj proteste në 13 vite të tjera le të dështoj dhe ai tjetri, se nuk ka problem. Në fund të ditës ndryshimi sjell gjithmonë gjëra të mira. Është e vështirë që të sjellë gjëra të këqija. Ke qenë protestë, të pyes pak, vazhkon si ka qenë reagimi qytetar kur të sheh në shesh? Pozitiv? Pozitiv? Jo, në kuptimin e di për çfarë kisha, sepse her pas here i pyes edhe politikanë apo ish politikanet, kam atë kuriozitetin për ditur që sa dashamirës janë që ata apo sa i duartrokasin kur ata ju bashkojnë protestës në këtë kuptim. E kisha pyetjen. Dgjoj, të them të drejtën, unë kam parë shumë individ që kanë qenë të përfshirë dhe politikisht prej vitesh, kasimisht me mua, dhe që janë të përfshirë dhe që i kam parë në protestë dhe nuk kam parë ndonjë reagim, se në fund të ditës është deri diku komuniste ta mendosh që ti të paragjykosh arsyet se jo reagim negativ apo të pretendosh Jo, një negativ kuptimi që ju bëhet shefi që i mbështesni, çfarë shqetësimesh ju vinë edhe u ason, në këtë sens e kisha. Edhe në rrjetet sociale, edhe studentë të universiteteve të ndryshme, kanë qenë disa studentë për shembull që i kam takuar 3 ditë rresht që ishin të mjekësisë, kishin bërë dhe një poezi, e kishin gdhirë gjithë natën, kishin shkruar poezinë. Janë të rinj që e duan vendin e tyre dhe nuk e duan vendin e tyre në mënyrë patriotike, në mënyrë utopike, e duan realisht dhe e duan se konsiderojnë që duan të kenë mundësinë e një jetese me standarde shumë më të mira se këto që kanë. Dhe ata nuk shohin pse mos t'i kenë. Dhe nëse thjeshtësisht ataqimi politik i njërit të tjetrit me një parti, apo interesat që këdo në këtë vendin ton të vogël e kanë bërë bashkë me politikën, dikë me dëshire, dikë me detyrim, se kështu ndërtuar ky sistem, atyre u ka ardhur majt hundës. Dhe thonë, ne do vazhdojmë të protestojmë. Dhe shumë mirë bëjnë. Dhe kjo protesta kreative që nuk bezdis askënd, çdo mbasdite, patjetër që aty në parlamenti kur ata shohin të gjithë deputetët që duan s'duan janë kukullat e këtij pushteti që i qeveris sot e kësaj dite, për të cilëve gjë që i ka bërë ata të vinë jetën majt hundës sot, normal që do t'i gjuajnë me ves, normal që do ketë dhe irritim, dhe normal që do ketë edhe situata. Unë nuk mendoj që protestat duhet të jenë kaq të pashta dhe thjesht kreative. Protestat, nëse duhet të prodhojnë një ndryshim, duhet të prishin terezin e atij që qeveris. Deri tani ja kanë prishur me meme, me algoritëm, me pjesëmarrje, me numrat në shesh, me qëndrueshmërinë, edhe me çdo ditë që nuk ka munguar asnjë ditë protesta, tani le ta gjykojnë si të duan të gjitha ato çuna dhe gocat e rinj, se aty nuk ka asnjë organizator, aty janë disa udhëheqës në një farë mënyre që turma pa e folur dhe pa e diskutuar i ka zgjedhur për t'i ndjekur teksa dalin në shesh për të protestuar. Është kaq e thjeshtë. Orin e Biaj, faleminderit shumë për kohën. Faleminderit ty.